Shpesh nuk e pranojmë dot veten tonë ashtu siç jemi dhe mundohemi që të ndërhyjmë nga jashtë në mënyrë që më në fund të pranohemi, të pëlqehemi, të vlerësohemi. Ky është rasti një klientes time, e cila erdhi në studio për të punuar me identitetin e saj. Ajo kishte bërë një ndërhyrje të jashtme, kirurgjikale në hund dhe nuk ndihej më vetvetja. Më bëri shumë përshtypje diçka që ajo tha, si e përshkroja ajo ndërhyrje në hund. Tha, shkova të bëja ndërhyrje në hund me lehtësinë dhe papërgjegjshmërinë, sikur të shkoja të haja një picë. Do kisha dashur shumë që dikush të më ndalonte. Do kisha dashur shumë që dikush të më fliste, të më shpjegonte, të më vidisonte çfarë isha duke bërë. Dhe dua të reflektoj mbi këtë gjë me ju, sepse unë shikoj çdo ditë shumë persona që bëjnë eksperjenca, marrin shërbime, bëjnë ndërhyrje kirurgjikale me lehtësinë më të madhe, pa menduar për konsekuencat dhe pa u informuar mirë ku po i bëjnë, kush është profesionisti, vendi, klinika, çfarë formimi kanë, çfarë eksperiencë kanë, nga çfarë hapësire e bëjnë, me çfarë qëllimi e bëjnë. Dhe mbi të gjitha, a kanë punuar dhe ata me veten në varësi të figurave të veçanta për të na ndihmuar dhe ne kanë qenë ata atje ku duam ne të shkojmë që të na çojnë edhe neve. Së dyti, vajza më tha që e zgjodhi këtë klinik edhe në bazë të çmimit sepse ishte çmimi më i lirë. Sa herë ne mund të zgjedhim një shërbim në bazë të çmimit? Mbi të gjitha kur bëhet fjalë për shëndetin, të zgjedhim në bazë të çmimit, shpesh mund na dalë shumë më shtrenjtë. Dhe ishte rasti i kësaj vajze, sepse kjo ndërhyrje nuk shkoi mirë dhe vajzës ju desh që të bënte 4 ndërhyrje të tjera për të ndrequr këtë ndërhyrje. 4 ndërhyrje të tjera do të thotë më shumë para, më shumë kohë, më shumë energji, por edhe më shumë trauma organizmit, sepse edhe një ndërhyrje në hund, që mund të duket më e lehtë se ndërhyrje të tjera, është një traumë për organizmin. Së treti, vajza më tha që ajo ishte ndjerë gjithmonë e shëmtuar, pra nuk e kishte pranuar dot veten, nuk ishte ndjerë e pëlqyer, nuk ishte ndjerë që vlente, nuk ishte ndjerë mjaftueshëm gjithmonë në jetën e saj që kur ishte e vogël, madje nëna dhe motra e saj kishin përsëritur vazhdimisht që ajo ishte e shëmtuar. Ajo shpresonte që me këtë ndërhyrje në hund, ajo më në fund t'i zgjidhte të gjitha këto gjëra dhe të ndihej bukur, të ndihej vlerësuar. Por kjo gjë nuk ndodhi. Sa rëndësishme është që ne të punojmë edhe me botën e brendshme, për sa i përket bukurisë, për sa i përket vlerës së vetes, për sa i përket vetbesimit. Sepse nëse që të vegjël nuk jemi ndjerë të pëlqyer, nëse kemi besime, nëse persona kaq të afërt dhe kaq të rëndësishëm si nëna na kanë thënë, na kanë përsëritur që ne jemi të shëmtuar, ajo bëhet identiteti jonë. Dhe pastaj është shumë e vështirë që ne të mendojmë ndryshe, të perceptojmë ndryshe nëse nuk bëjmë një punë të thellë me këtë gjë.